miq, mirë se erdhën në episodin e radhës të Gossip. Ne bëm një herë këtë hyrjen, por për shkak të një problemi teknik. S'ka gjë, vazhdojmë prapë. Çuna, ju lutem vëmendjen këto. Greta shumë e bukur bluza. Shumë faleminderit. Më pëlqen shumë. Shumë faleminderit. Goxha San Andreas. San Andreas. Po kush jeti te San Andreas nga këta personazhet? Jo, unë jam ai kryesori që vetëm vras njerëz, drap goca, kështu me shpulla. Kur Çfarë thotë? Nuk është kjo gëtaja. Çfarë gëtaja? Jo, kur që ti marr lekët o bo, që ti marr lekët i rraf, se duhet i rrafësh deri në fund ato ti gjush me shpulla. Shumë bukur çeka. Edhe pastaj kur më ikën kjo bën atë kodin ti, aspirine, çaj. Më kujtoi detaj shumë interesant fakte kjo loja gëtas. Ha. Bëhet sa nga këto pisliqe gjithmonë. Ça? Shkruaj tek stripi, Po, shkruaj tek stripi. Kur dilja mbrapa nga stripi, merreni nga këto gocët që dilshin aty në trotuar. Edhe fusin makinë. Po, fusin makinë, masi dilte nga makina, vriçej me shalek prap. Po pra, se kjo është e bukur. Çfarë familje traumatike pas kemi pas të tre, domethënë. Nuk e di. Çuna kam një lajm shumë të mirë për ju. Po. Ky episod tën. Do mundësohet nga. Më falni, po, produksioni. Çfarë ka? Jo, se kishim imagjina këtë që më rraf mi marr lekët mbrapsht asaj, ku s'vet nga makina. Ja sa po i dha një ide produksionit. Ç'a jeni në produksion? Unë e kam ballën në realitet. Je vjen. Se do të fusin në burg. Shije kur marr spaku, Si ka që spaku si më reperi Bravo, spak. po çeni një gjë që pas keni Po sot. patjetër. Se do rrim një orë gjysmë sot. Ja, po ishte më i mirë. E dini pse do rrim një orë gjysmë sot? Pse? Se s'ka rubrikë me të ftuar Qa sot. thumi? Ju kam dediku këtë episod vetëm për ju. Me që na kishit shumë Do kishe ankesa. dediku edhe një çik rritje rroge për shkak. Jo, fare, tek rroga futet e gjithë kjo. Orari do është ju si Respektin, e pikusha. shishe ujë apo Jo, s'ka ujë do ngordhësh për pi ujë çezme. Pi ujë çezme. Piklor deshe të thoje. Kështu që Falenderoj Greta shumë. jo zot falenderoj se më japësh një lek. Po. Un po të falenderoj me çfarë lek dhon. Po, dhe unë po t'jap lek. Okej, mirë, vazhdojmë me Marrim lekë leximin asaj që vrave e ti. historive, doni me diskutu në një gjë tuaj një herë. Doni me vazhdu me historitë apo doni të diskutoni në një gjë Më tuaj? duket diçka interesante. Ishte bë kjo pjesa e biletave për ndeshjen me Serbinë, ishte me short. Me short, si me Do short. thënë aplikon. Po, edhe kujt i bie 10. Kujt i bi kështu, nuk e di. Do thënë sa bileta merrje. Ka short? Do aplikoj. Është edhe Muhabetet parëndësishme, Jo, muhabetet si neshim me çunash, Serbinë, muhabet i ndeshje. parëndësishëm. Çfarë thu? Po, Unë është do shkoj nga ndeshje. shtëpia, Është ndeshje, vajti, do shkoj nga shtëpia. Po jo, se ja e kuptoj sa cek më. A lejohen gocat stadium? Po s'kam lek. Po mirë, po shkoj edhe unë pra. Jo, lejohen. Mos më tallë. gota stadium. Mos më tallë. Jo, e kisha specifikisht në këtë ndeshje se mund të plasin ai got Jo, do kokës, të ai ishte shoqëruar, shishe. Po s'ka, nuk do ketë se. Kokës. Po pra, Ne pas. vetëm shqiptar. A po mirë, pra po shkojmë me gocat. Me gocat rezervojmë edhe në ai gjë dhe të shkojmë me gocat. Po nuk është për pirë. Pse, ja, zoti ma. Shikoj, ato bileta që do fitohen nga ky shorti, Po, jemi mbar mirësi? jo më vëllai, ti që i fiton, nëse ti arrin ti fitosh, Po, ç'a mendon me bë me këtë bileta? dhe i shes. Po bravo, pra, kjo pra është ideja që ti fitosh. Sepse e kupton sa i shet ato bileta ti në black market. Po nuk ka fat marketin e zi. fukaraj, Renato, nuk ka fat, Po s'ka pra, po fat thot Greta, fukaraj. unë s'kam lek një me hyn short. Okej, po shorti është falas. Ah, short. Okej, mirë, vazhdojmë me histori tani. Okej, Kaq ishte. a mund të them edhe diçka? Jo, ha. Jo, ha. Jo. Jo, nuk dutesh. S'do Jo, thosh. nuk do them. Mirë, okej. Vazhdojmë me historinë e parë. Po. Është shumë absurde kjo që do të them, por mos më gjykoni. Ti herë stop. Mos më bëj ato mimikat e tuaja, kurse ti bravo, Andro, ti je Ti je. E kuptova? nuk e di nëse quhet tradhti, por kam kapur të dashurin duke më bërë biseda jo normale me ChatGPT-n. E kishte krijuar fiksi e donte, zërin, paraqitjen, ngjyrën e flokëve të syve dhe fliste me të sikur të ishte njëri i vërtet. Flisnin për marrëdhënien tonë. Madje kishte bërë dhe një listë me 10 gjëra që urrente tek unë. I dashur jo të urren, i dashur jo vetëm duhet të jetoj që të ta Një adhuroj. listë me 10 gjëra, i dashur jo të urren, direkt je në limite.
E kupton? Ka më vazhdim kjo? Po, ka vazhdim. Po pra, po ishte thjesht një listë me 10 gjëra. Dashurja të urren. Po 10 gjëra dhun mund t'ju urrejtë partnerja ime. Jo, Robi Isa që ka. të do nuk Absolutisht, të urren. I zonë sa më kurioz. Po? Njëri që të do nuk të urren. Dhe tek 10 gjëra që pëlqente tek unë kishte shkruar vetëm 4. Unë ndjeva shumë keq sepse këto janë gjëra që duhet të më thotë mua, jo një roboti. Po nga ana tjetër s'mund të bëjmë xheloze për një robot se fundja nuk ekziston. Prandaj nuk kam bërë asgjë akoma sepse s'po di çfarë vendimi të marr. Po, ju opinionistët e Blendi FFZ-ut flisni. 4, po, çfarë? Jo, po që dorën për leje. Po, flit Renato. Tani, të them drejtën, që duhet bëhet xheloze duhet bë. Për një arsye. Po më surprizon. Absolutisht jam një surprizë. Wow, Edhe jam shumë intriguar. Jo ka shumë. Okej. Por që realisht, domethënë, unë besoj që do shkojmë te kjo periudha që ne do kemi një grua robot. Bëjmë marrëdhënie seksuale me robot. Do jetë si njeri komplet, por do jetë robot. Edhe madje është një film. Madje është një film, e kupton që një person kishte për partnere një robot. Partnere? Po. Një robot, ajo, e komandonte si dote, e kupton? Ai i vetmuar. Kishte mundësi që mi rrit atë pjesën e agresivitetit. Të lutem, a mund dalin të rrim te thelbi i po pra, po them që do të bëhet xheloze. Thjesht ai tipi po pret momentin derisa kjo gjë përkthehet në një trup fizik të robotit. Do të përdori. Isha përgatitur shumë shpirtërisht që të zihesha me ty sot, po okej, ke drejtë. Do të bëhet xheloze. E di për por që mbi gjitha, unë mendoj që nuk ka faje ai çuni. Duke pa që ai ka 10 gjëra që urren tek ajo dhe 4 të mira, plagu s'ka faj. I ka ChatGPT-ja pra tha? Jo. Jo. Ai ka bërë ky. Ky për dashurën e vet. Sa idiot. E kuptoj. Si mund të bësh një listë me 10 gjëra që urren te dashura? Po sigurisht ka marrë me zor ajo. Pse s'mund t'i bësh? Me zor e ka marrë. Po pse s'mund t'i bësh? Pse normalisht e bësh? Pse ti? Po, më se si kam. Jo, po mund ketë 20 të mira. Mund të jetë një mund të jetë një vajzë shumë e mirë. Po fal, nuk ka njëri perfekt. Po ç'a llogari e bën ti se më fiksove tash? Ajo thot kam 4 të mira, kishte shkruar dhe 10 kishia, me ç'a ku del llogaria aty këtu? Jo këtu. Tu bani po i them, s'ka faj, se vetëm 4 të mira ka. Jo, pra 4 të mira ka listu ky, ku ky do kaq pak të dashurën e vet për çfarë rrin me atë? Që të mundoj ta përmirësoj. Jo, plas, s'u ta urresh dashurën tonë 10 gjëra që ju urren edhe 4 të mira. Ai po flet me një psikolog deri diku. Psikolog? Po. Është robot, okay, po çu. Ja, më vëlla. Me them që po zëvendëson. Çat GPT. GPT. Kjo inteligjenca artificiale me sa di unë. Drejt komplet. Po? Produksioni si thua. Ska gjë, bashkë brava. Brava. Kjo i merr informacion nga Google jo plak. Google. Po pra. Ai që saktë është domethënë, ka dal. Qoftë ti paguam premiumin, pastaj është gjë tjetër. E falni, jashtë teme. Ti ke ftohtë, po ti ke ngrohtë, joni me çata tjetër. Unë kalla do thoja, po në këtë rast kam çik ftohtë. Jam i çik kështu. E tha edhe papa i ri që rreziku më i madh i njerëzimit. Kush e tha? Papa americano. Papa americano. Po americano. E tha që rreziku më i madh i njerëzimit sot për sot është inteligjenca artificiale. Dhe ja, pra, këto janë provat e para që po vinë në Shqipëri këto rreziqe. Ky tipi tani nuk ka besim te dashura e vet, aq sa shkon flet me ChatGPT, mund të bëjnë edhe sexting. Apo se jo, po e vërtet, mund ta bëjnë vetë. Jo, nuk e jo, sepse thot ajo. Ju lutem thot, jo këtë fjalor thot se nuk bën. Me vërtet që ka shumë ja, po ChatGPT nuk është për dal. Nuk është për dal. Se e ke provuar ti? Ashtu ka qenë një projekt. Ashtu keni më i shokun tonë. Po pra kam një shokun tim. Po i shok timin. Po çfarë ka? Po mos je ti ky. Jo, ky thoshte kishte bërë siç donte vet. Tani ky edhe dashurën vet se pëlqeka përderisa ka bërë ChatGPT siç donte vet. Tani kjo goca thot s'di se ç'a vendimi të marr. Kështu që çfarë thoni ju të bëj? Çfarë thoni ju të bëj? Unë them të bëj edhe kjo jetë njëjtë gjë me ChatGPT-n e vet, të bëj një grup. Unë besoj që kjo zgjidhja vetme që kjo mund të ketë, ndoshta mund duket çik si shumë e shpeshtë si përgjigje, por që realisht është ajo më e mira që ajo duhet të ketë njëtën e saj, është që të ndahet nga ai dhe të vi drejt një personi dhe një mashkulli potent që jam unë.
Ti nuk përdor ChatGPT domethënë. E ke kërku këtë gjë? Ke gjë episod që ke bë? Për mamit beqare, po. Për gocat single, po. Për gocat që du nat për nat benefit, po. Unë besoj që ka marrë këtë jetë që të shumoj racën njerëzore. E vërtetë është. A ke më vjen o plak, s'le episod pa kërku femër të re, mami të re, gocë që bën benefite, po, gocë që e traston të dashurin, po, më keni më përzi, si s'pati i shoku për këto gocat. Vetëm vetë. A di si jam? Full. Ka shku një pikë si nuk Gjithsesi, po të kthehemi te tema, do i thoja kësaj gocës që mos u bëj sa uli ritmi. Kësaj vajzës. Okej. Mos u bëj e pasigurt. Okej. Qofse është një djalë që nuk ka mjaftueshëm besim te ty dhe nuk të do mjaftueshëm sa flet me një robot, ka 1100 çuna të tjerë aty që do dalin atje. Ndërto unë. Dhe do të japin vëmendjen që ti meriton dhe jo të të rreshtojnë 10 gjëra që i ke. Domethënë të mira, po edhe asnjë të keqe mundësisht nuk ta rreshtojnë. Kështu që gri standardet gocë dashur. Këtë mendoj edhe unë. Prit se po më vjen një Apshu. Ndjes, ju kërkojnë shumë ndjes. Këtë mendoj dhe unë, ti nuk ke nevojë që të rish me një person që më shumë të urren se sa të don, sepse është një marrëdhënie e palumtur komplet, dhe për çfarë të duhet që ti të rish në një marrëdhënie ku partneri jot nuk të don dhe thjesht të urren, më shumë të urren se sa të pëlqen, kështu që hiq dorë motor, hiq dorë, bye bye, bye bye, another one will love me. Tash po them bye bye, bye bye. Plus e ke dhe Renaton. Po absolutisht. Ke dhe Renaton që do ketë 10 gjëra që do të doj dhe asnjë që do të urrej. Thjesht që jemi të qartë, nuk po ju them mos të përdorni ChatGPT-n, GPT-n, çfarë është ajo? Thjesht, a marr bulla. Inteligjencën artificiale. AI. Po, mund ta përdorni po për gjëra të mira, jo për këto. Kulova. Shiko, sa jesh me diferencë. Mirë, na falni. Do investojmë. Okej, vazhdojmë me historinë e radhës. Goca e mori mesazhin, kështu që urojmë që të bësh zgjedhjen e duhur. Jam në një lidhje me dikë, por nisi shumë rastësisht dhe nuk mendoja se do zgjaste kaq shumë. Ai është gati për të hedhur hapin tjetër, por unë jo, sepse nuk kam qenë drejt për drejt me të që në fillim. Nuk e kam thënë që kam një fëmijë, pra jam nënsi. Oh my god. Tash po të them bye bye. Bye ja me si po është e lidhur me tjetrin. I ka premtu për fejes. Për ti herë ta ngjojmë. Ngjoj, është një person. Jam e sigurt që ai nuk do e ketë këtë problem faktin që që kam fëmijë, por do ketë problem që nuk ja kam treguar më parë. Tani më duket sikur është shumë vonë dhe s'ka mënyrë të lehtë për t'ia thënë. E dua shumë, por kam frikë se pasi t'ia them do ndahemi, apo mos t'ia them fare dhe të ndahem pa ja thënë, po do m'ngeli peng. S'di si ta zgjidh se kam frikë mos bëj gabim pas gabimi. Unë them fejo ju, martoju, pastaj thuj që ke fëmijë. Fejo ju, martoju, tatoju. Fejo ju, martoju. Motorin ti me shita, me një të të në dorë, unë isa për në dorë. Motorin ti me shita. Fejo ju, me një të të në dorë. Unë isa për në vlorë. Bravo. Unë them t'lago duhet mu feju, mu martu, stallën. Fejo ju, martoju. Edhe pastaj thuj që kam thuj që kam një fëmijë dhe pastaj divorcoj. Jo, po shumë këshilla e keqe, ti po i thu lidhu ngusht tani me këtë, martoj, pastaj. Jo ngusht. Edhe në korrik. Okej. Po vetë do të thotë i thush që tani u martuam ne dhe s'ke si ti ikësh ti dhe gishtin, jo më burr, s'bëhet ashtu. Kjo ka bë gabim shumë të madh se ka menduar tha vetë që të mall, kemi filluar gjithë duke folur si ty Orena. Tash un kam një problem tjetër. Si ka arrit? Domethënë që mos ta kuptoj ai që ka fëmijë kjo. Si e ka? Edhe unë këtë pyetje. Po mlemër ta marrë menimin. Po do i ke thënë që është mbesa, goca motrës, ai kushërira. O babi. O ç'kemi si? E di atë mesën që kishon po, nuk është mesa. Nuk e di. Po mirë më se ka mënyra plot për t'ia thënë mos i ngjë këto të dy, o zoti, më se këto mendojnë në mënyrë shumë mashkullore. Nuk është se mendojnë ndonjëherë siç mendojmë ne femrat. Po në mënyrë mashkullore do mendoj se. Mos u tensionoj, nëse ai tipi të do ty si me fëmijë si pa fëmijë. Nëse të do vërtet
vet. Nëse pastaj futen gjëra të tjera dhe nuk të do, më beso motër e dashur që çfarë është shkruar për ty është e jotja dhe nuk ta merr dot askush. Kështu që mendoj të tregohesh i sinqert me këtë tipin dhe ta dish tani mi motër të pranon me këtë apo s'të pranon dhe po s'të pranoj do jetë dikush tjetër aty jashtë që do të të pranoj me fëmin tënd. Nuk ka asgjë të keqe. Kundërshtoj. Edhe unë. Pse? Era e parë. A mund të them pse kundërshtoj? Po, mund të thoni të dy Shumë bukur. Do të thënë dolën një temë goxha interesante, por që the diçka që nuk më pëlqeu fare. Hajer. Do të thënë ti po thu. Gabime bëjmë. Po ja, po të pushosh, do kuptosh. Tani, ti the që ai që të do të pranoj ashtu siç je. Dhe do të thënë po tenton që t'ja lesh fajin atij që po nuk pranoj ai, do të thënë ai nuk të do. Po, është tjetër që të do. Okej, shumë bukur. Po kjo nëse do kaq shumë si ka marrë diçka kaq të madhe të fshet, do të thënë kjo nuk pas ka faj dhe ai domethënë duhet ta pranoj. Po jeni të pavëmendshëm pra se keni dëgjuar historinë mirë sepse kjo thotë ne u nisëm për qef. Dhe gjëja avancoi sa që ky po më kërkon një gjë serioze. Domethënë, kjo nuk ka menduar t'ja thotë një njeriu që po kalon thjesht qef momental, një gjë momentale. Po jo, më jo, s'mund të jetë qef mund të jetë dy ditë, po jo që ti të shkosh deri në fejë do të thotë që ke kalu goxha kohë. Një sekond, se edhe unë e kundërshtoj. Jo, për një kohë të shkurtër ka dashur të fejojë. Jo, po okay, deri te koha e shkurtër dhe unë jam dakord sepse nuk ke si gjë serioze. Po në momentin që ti e peq gjë apo bënte serioze, çfarë të Jo, pra tani thash bër për seriozisht. Po se tha ka shumë kohë pavëmendshëm. O gret, po nuk i ka shku nga hiçi ka thënë, do fejona nesër, Po pra. Jo, pra. Po kjo tha nuk e nisa për një gjë serioze, kështu që nuk e ndjet për detyrim t'ia tregoj dikujt që kam një fëmijë, në momentin që thjesht po bëj fam. Kjo është tall. Që kam qejf. Bukur. Ky është tall, kjo është tall me këtë marrëdhënie. Jo, pra sepse të dyve i mori për seriozisht. Po jo, kjo e nisën të dy e kanë nisë për qejf. Po në moment që i ka marrë për seriozisht, se nuk i ka treguar që ka një fëmijë? Po pra se këtë po të pyet. Një sekond. Se si ka treguar, se është gabimi, po mos thuj ti që. Po pra se kanë frikë, po thot. Po pra ka frikë thot nga paragjykimi, mos më le. Sepse unë nuk e mendoja që marrëdhënia ime do merr këtë gjë, përderisa se kam thënë, është se nuk e shifja që mund të shkonte në këtë pikë. Tani që shkoj në këtë pikë. Edhe po e laj, nuk i ve as pak faj. Po, edhe unë këtë. Po tani që shkoj në këtë pikë, t'ja them apo mos t'ja them? Thuja. Apo ta ndaj edhe mos t'i them fare. Thuja. Po edhe unë them thuja. Po do t'i thoj ai këshill tjetër, mos ja thuaj si. Por jap këshilla diçunit, mos e prano. Një sekond. Se Greta tha diçka që thash do të kundërshtoj që tha, po se pranoj ky është dikush tjetër që do e pranoj. Nuk do ja thoja këtë këshill, do të thaj që thuaja, po që edhe me një notë keqardhje dhe me pak kërkim ndjese te kjo pjesa që shiko, më vjen keq që s'ta kam thënë se për 1-2-3 arsye. Po t'ja thu shiko, un kam një fëmijë o plako. Po deshem prano, po deshem mos prano. Nuk është kjo më thot njëri, t'ja thot kështu. Po, këtë po. Por për t'i heq vajzës përgjegjësisht se nuk do vdesni, se ka shumë nëna të cilat janë beqare, janë dar, nuk e ka funksionuar dhe janë beqare. Dhe kjo s'do të thonë që lutem, a ka mundsi? Po jo. Nga jeta ime se ti ke një fëmijë. A kemi dakord? Mos ta trajtosh në këtë mënyrë se po e nxjerr këtë gocën kështu sikur është super pafajshme kur ndërkohë. Pafajshme është. Po nuk është pafajshme ndërkohë që ti ke një fëmijë dhe një marrëdhënie po bëhet serioze, mos prit çaj tjetri. Të kuptoj gjithkohë. Të kuptoj gjithmonë dhe gjatë gjithë kohës, ndërkohë që ti si ke treguar pak në asnjë moment dhe e dyta lidhjen e ke marr shumë me sportivitet, domethënë se ke marr fare seriozisht. Tani, moment që të bëhet serioze gjëja, okay, më thjesht mos e prit thuja. Thjesht prit pasojat është ajo. Thjesht prit pasojat, po ka që thjesht është. Nuk ka fajçuni. Nuk ka se trajtohet në mënyrën sikur shiko, po nuk të pranoj ai, do jetë dikush tjetër dhe kushtet do siç je. Ju po bëni gjithë këtë revolt pa ditur që ai çuni tjetër mund të thotë, okay, nuk ka probleme, kuptoj sepse kesh në është një përgjegjësi shumë e madhe në ditët e sotme. Okej, nuk e kam problem dhe mund të pranoj dhe mund të jetë shumë i lumtur. Jo, un po bëj revolt për diçka tjetër. Un po bëj revolt për diçka tjetër. Po bëj revolt për atë që thuti se po nuk pranoj ai, dije që është dikush tjetër aty, sikur po gabon. Po jo pra, kape nga Zanafilla, kape nga Zanafilla muhabetin. Që nga Zanafilla është gabim kjo goca. Që nga Zanafilla muhabetit gabim është kjo goca. Pse valla nuk mund bëjun çfarë du me jetën time? Por mund të bësh më. A mund të diçka që ta bëj ta sheshoj çik? Okej. Nëse kjo goca po, ta fetoj pak i lutem. Nëse kjo goca do sillet kështu me çdo çun, pra do nisë një marrëdhënie dhe nuk do ja thotë të gjën, çdo marrëdhënie kështu do shkojë. Kjo nuk ka nis marrëdhënie për gjë serioze me këtë. Ju nuk kuptoni dhe nuk e keni. Ore po gjë po kthehet serioze. Po pra, tani që kthe serioze. Po pikërisht, po që mos ti ndodhi kjo gjë, po them unë, më mirë thuaje që në fillim e pate se pate serioze. Thuaje, hiqe nga bar, pse të kështur po valla që ke një fëmijë.
Thuaj që në fillim, unë kam I fëmijë vëlla. Po vllai, unë të nis një marrëdhënie të tillë, domethënë që është thjesht për çef dhe të nis një marrëdhënie të tillë, mua më duket akoma dhe më eksituese fakti që ka një fëmijë. Okej, tem tjetër kam tjetër. Nuk është tek turpi. O çuna, jeni pse I ka shtrash o zoti i madh. Nuk është tek turpi. Kjo nuk e ka që nuk e them se kam turp. Kjo nuk e thot sepse nuk e shef njerëz të rëndësishëm në jetën e vet për t'i thënë o vllai që un kam I fëmijë, se ç'a duhet ty që un thjesht kaloj disa net për shefin tim. Për qefet e mia erotike, nuk jeni aq rëndësishëm sa për të ditë këto gjërat e mia që bëj unë jetë. Nuk e ka këtë turpi, që kam turp se jam nën. E ka që plas fare vëlla, pse duhet ta dish ti se. Po pra, shumë bukur ore në rregull, shumë okej tek pjesa. Dhe kjo I ka marrë një rrjedh tjetër, dhe për faktin që I ka marrë një rrjedh tjetër, jam dakord me çunat që po ti duhet ja thuash. Po pra, po mos e trajto se e kam shumë të faktin që ti trajton, po s'pranoj ai, do jetë dikush tjetër ndërkohë që ky e ka nis, po pra. Po ndërkohë ky është I vetmi, në këtë marrëdhënie është I vetmi që ka nis seriozisht një marrëdhënie, domethënë, që nga fillimi deri në fund, kjo është shtat. Po ne nuk planifikojmë kjo është Okej, nuk po themi. Po nuk planifikojmë. Po pra, po mos e trajton që po se pranoj ai çuni, do ketë faj. Unë këtë gjë. Dashuria nuk planifikohet, nuk është me laps me letër edhe do ndodhi mu kjo tani, unë këtë ropin që kam tani do e dashuroj. Ky është dashuria e jetës time. Nuk ndodhin kështu gjëra, thjesht ndodhin. Dashuria nuk do fitosh kurr argument, do nuk desh kurr bind se në rast se vërtet. Jo, thjesht ti nuk po më dëgjon. Një gjë do të them. Jo, ti thjesht po më kundërshton atë që po kundërshtoj për atë që po të thu. Po jo, pra se nuk po më dëgjon, ti do thjesht të kundërshtosh, nuk po më dëgjon dhe të më kuptosh se çfarë po them unë. Unë po të dëgjoj, ti s'po më kupton. Unë respektoj mendimin tënd. Okej, si po respekton mendimin tim. Po s'po më le ta mbaroj. Jo, pra sepse të kam lënë ta mbarosh. Po ore, shumë e qartë. Unë fort dhe ti ngel ndërprer. Jo më vllai, nuk e kem mbaruar. Jo, pra dhe s'është etike, të më ndërpresësh kur flas. Okej, në rregull, mbaro, lutem që të filloj. Mbarova tani se më ndërprer mendimin dhe nuk është fare. A mund ta them mendimin tim tani? Faleminderit. Po, thuje, e ke thënë ja 4 herë deri tani, po thuje për herën e 5. Mendimi, do të thënë, që te fjalia sa po e fillove the, shiko motor, se në rast se ai nuk të pranon, mos u ndikos, do të thënë, konteksti që I dhe gjithë kësaj histori ishte që në rast se ai nuk pranon, ai e ka fajin dhe gjitha këto. Jo, nuk e ka fajin. Po ja pra ku vim në pikën që ti të ndërpret. Po pra sepse duhet të mbaroj më. Duhet të kundërshtoj te kjo pika. Po te kjo pika më kundërshto pastaj. Okej, mirë, mbaroja. Tani vim tek pjesa tjetër. Problemi ka fillu është që në zanafill të historisë. E kupto? Pra, kjo e ka nisi diçka me sportivitet, tralala, e kupto si situatë. Situata ka marrë për seriozisht, nuk besoj se situata ka marrë për seriozisht pa vetdijen e kësaj gocës dhe nuk e ka kuptuar që marrëdhënia po bëhet disi serioze dhe po shkon në një pikë që okay, duhet çunë një hap tjetër dhe tani vjen kjo pjesa që thot okay, mund t'i them, po, unë them thuja si informacion. Si informacion që ti ke një fëmijë, okay? Por nuk mund trajtohet në aspektin që nëse nuk pranon ai do i dikush tjetër, sepse edhe po nuk pranoj ai, për mendimin tim nuk ka faj, sepse nga hiçi një person që ti po njeh dhe po tenton të bash një hap që të krijosh një familje me të del me fëmijë. Po pra, po është edhe pak e rëndë si gjë. Mbarova, kaq kisha. Unë nuk thash në asnjë moment që djali ka faj. Po nuk e them me gojë, po se interpretove. Mos ti shkoj sipër kësaj gjë sepse ajo e ka. Unë jam me fenomenin që gjithmonë është dikush më mirë. Nëse ti nuk më pranon, gjithmonë do jetë dikush tjetër, nuk më dalon mua jeta. Po okay, se dim se pëlqen ti apo nuk më pranon ti. Miliard sa ka bota, absolutisht që do jetë dikush tjetër. Po është informacion I ditur ky. Bukur. E di pse e thash atë gjën time, sepse un ajo pyet ti, çfarë do të djalin. Edhe pa ne po të thosha o Greta se Okej. Shuj. Tani e dhash të këshillën për të mbrojtur marrëdhënien e kësaj me këtë djalin, se shumë mirë është ai që the ti që s'bëri ky ka njerëz tjerë, okay, e pranoj gjithë. Sepse ti e ke thënë në podcastin e kaluar që po, absolutisht, nëse bën dikush tjetër, e bën dikush tjetër, po ky është rast ndryshe sepse ky po hedh hapa, po mundohet për këtë. Nuk mund të themi që ky është I keq. Unë nuk thash asnjë moment që ai është I keq. Nuk thash edhe ti. Merr atë kontekst. Po, nuk e thash edhe ti, po mënyra se si u shpjegua njerëzit që e shohin e marrin atë mënyrë. Dhe un po them që ti ta ndihmosh edhe veten tënde, po edhe këtë djalin, edhe marrëdhënien tuaj, thuaja, po edhe kërkon dijes në një farë mënyrë se fundja fundit ai që ke bërë nuk është gjë e mirë, që ke mbajtur fshet nga një person. Pavarësisht situatës. Mendoje si për vete vëllai. Po pra, po si për vete po them. Fillon një marrëdhënie, ja kupto. Okej, me sportivitet,
Në një moment, në një pikë shikon që besoj që do mirë kuptohen. Po bëhet serioze. Besoj që do mirë kuptohen. Në moment që ky çuni, unë si çun du ta çoj në një stat tjetër, e kupton, si marrëdhënie, edhe pastaj më vjen informacion që prit pak se un kam një fëmijë. Po okay, atë stop, marroj çdo gjë. Po. Okej, vazhdojmë me historinë tjetër. U njoha me një djalë të huaj rastësisht në një festival, kur e pash sikur mundez një dritë në zemrën time që nuk e dija që ekzistonte më parë. Në një moment tjetër pash që ishte i martuar dhe kishte unaz në gisht, ndaloj zemra këtu. Dhe thash me vete që nuk do e shoh më se i përket dikujt tjetër, por ishte vështirë sepse po kërcenim në të njëjtin vend dhe papritur ky më kap dorën dhe kërcejmë pak bashk. Nuk e di pse mu fik çdo gjë rreth me dhe vetëm po e shija në sy. Dhe i mua sikur po ndodhte në slow motion çdo gjë. Dhe kur mbaroi muzika u kthyem në realitet. Pastaj folëm pak, u prezantua, më tha që është i martuar. Nëse kaluam gjithë natën bashk duke shëtitur dhe folur. Të nesërmen ai do ikte dhe s'do shija më kurrë. Për mua ishte një nga netët më të bukura, nuk doja të mbaronte, nuk isha ndjer kurrë atë lloj ndjesie dhe dashurie për dikë dashurie. S'moj vajz, s'moj çupa. Nuk bëm asgjë të papërshtatshme dhe pse të dy donim. U treguam shumë të rritur, por kanë kaluar disa muaj dhe akoma mendoj për të çdo ditë. Nuk kemi asnjë kontakt të njëri tjetrit, kështu vendosëm të dy në mënyrë që asgjë mos të na lidhte. Moralisht e di që kam bërë gjë në dur, por nëse mendoj për veten e di që duhet të përpiqesha të bëja diçka më shumë sepse nuk besoj të më vi më ai lloj ndjesie. E di që do më thua është harroj, por është kaq e vështirë. Nëse dua mund të gjej mënyrë për ta kontaktuar, vetëm ta pyes si është. Si thua? Jo. Po. Jo. Jo. Okej, historia tjetër. Historia tjetër. Jo, një sekond. Do të them diçka, domethënë. Plak, ishte i martuar. Pse do të vazhdonte historia? A mund bëj një pyetje tani? Je, prit. Pse do të vazhdonte historia? Ishte i martuar. Bravo, mund të bëj një pyetje? Jo më ndezi dritat, më fiku dritat. Faleminderit shumë, mirë se erdhët. Bravo. A mund të bëj një pyetje? Po mund ta bësh një pyetje. Pasi të mbaroj. Po pasi të mbarosh. Po thoja. Atëherë Greta? Sa i kes. Po thoja. Okej. Që ky ishte i martuar. Po. Ç'ishin këto, jo po më ndez një dritë, më fiki dritë. Ta shpjegoj unë. Kanë qenë drita të festivalit. Si te bigu, do i fik drita, do i ndez drita. Diskotekës. A kupton, ishte shumë poetike, okay, shumë ndjesi e bukur, e kuptoj që kanë njerëz që vërtet ju mungon dashuria në jetë dhe ju mungojnë këto netët si puna e kësaj vajzës, po ajo ishte thjesht aq, një natë e bukur me një person të panjohur. Ajo nuk duhet ta vazhdonte fare njëherë që të rrinte me atë, bëni mua vetë. Po e mendoj akoma pas disa muajsh. Shiko, mendoj që jeta ka më shumë se thjesht një natë bukur me një të panjohur në plazh. Ka shumë më shumë se aq. Ka më shumë se thjesht tequila dhe alkool, ka më shumë se thjesht një natë që kërceve ti aty më the tash. Ke filluar me pa video motivuese. Për zotin. Jo për gjë, po mendoje pak më thellë. Ja do e kontaktosh. Ço do thotë, hajt prezantoj me gruan. Ha? Ose Kështu pra, kështu që po them, nuk po them harroje, po move on. Gjej një shqiptar mesatar. Që ti fiki fare dritat. Po pra, që jo të ti fiki dritat, po të tuli automatit. Po. Apo ishte tepër kjo nesër. Po Renato? Tani, pyetja që do të bëj unë është që realisht nuk e di, ju besoni te dashuria me shikim të parë? Po. Unë nuk i shoh, kështu që. Ç'ndronë këto. Do të ti beson. Po. Tani, në rast se kjo goca i është dhënë ajo ndjesi. Mendon që e ka pak të vështirë edhe pse është i martuar që të rezistoj? Jo. Sepse unë për shembull nëse do ndodhte kjo, nuk do ja lejoja vetes time, nuk do ndodhte në asnjë mënyrë. Nuk besoj se ti ja lejon. Ajo thjesht ndodh. Jo. Thjesht rrshkit. S'është dashuria ime. S'është dashuria ime, është dashuria e dikujt tjetër. Besoj që persona ndryshëm reagojnë ndryshe. Kjo ka dashur valla, shkurt muhabeti ka pëlqy. Kështu që jo, s'do i shkruash as nuk do ta komunikosh. Unë them ti shkruaj sepse realisht po më vjen shumë keq për atë çunin. Jo pse keq për çunin, pse ai është ka hup një super mbrëmje, ka mbyll shumë. Jo plak, ai për zotin mendoj që ai është si i huaj që është, ka ardhur, ka takuar një të huaj, një shqiptar, ja ka kaluar mirë, ka kërcy, mund të ketë pas një çik kontakt, kështu tak. Jo s'kam pas pra kontakt. Po ai tha asgjë pa përshtatshme, po mund të ketë pasur një kiss. Unë doja të kisha tak. Renato si interesi për zotin. Vazhdojmë historinë e fundit. Hej, nuk jam krenare për këtë histori. Jo, nuk jam dakord me. Fillova. Hej! Jo, nuk jam krenare. Shikoj, është histori shumë e keqe. Nuk jam krenare për këtë histori, por është në të shkuarën tani nuk e zhbëj dot. Tradhtova burrin tim një natë.
Jo se nuk e doja më, por se dish më hipi në kokë dhe e bëra. Renato, ke gisht këtu? Ke gisht në këtë histori? Gisht jo, por Si tha, më hipi në kokë edhe As nuk më pëlqeu, ishte gjëja më pa lidhje se s'kishte asnjë si asgjë. Dhe sa të jetoja me këtë bar vendosja t'ia thoja vetë ç'a kisha bërë që ai të kishte mundësi të merrte një vendim. Isha e bindur që do ndaheshin, por më habiti me përgjigjen e tij. Nuk e mori për keq, madje më mirë kuptoi. Më thoi se tani më do më shumë sepse u tregova e sinqert me të dhe i tregova anën time njerëzore. Më thënë të drejtën e vlerësoj shumë që ma kuptoi, por kjo më bën të dyshoj se mos ky bën të njëjtën gjë se nuk fal njeriu kaq kolloj. Kulloj. Shko akumizuar. e bëri ruasisht. Kaq kollaj. Ai sikur mezi e pas ka pritur këtë rast. Si mendoni ju? Mendoj që ai është gay. Sa i drejt për drejt. Sepse ngre shpatullat këtu dhe them ku të shpije mushka, kupton? Ai po ta thot ku të shpije mushka. A di se pas ka po ai plagu, pas ka po këtu sikur ja dha të kam rratu, a unë se vrit më. E ka thënë mu t'i ka thonë kështu, po si ishte? Po të pëlqeu? No, e kjo i ka thënë, jo, më s'kisha asnjë si që ishte kod. Po jo, do s'ka gjë se ma mori ti e ke më të madh, i ka thënë. S'ka gjë se, Andro Saturn, Ma mori me një, imagine ti ke thënë nga, sa kam provuar unë. Është shumë si e keqe plak e di, edhe unë që se kam grua, domethënë më bën një kështu një si fasule në barkë. Mojnë na bëhet shefi që ti që e ke lumtur në familjen tënde. Dhe ai të ka pranuar dhe ti po jeton e lumtur pak të bardhë. Ore, do i thoj ky. Spirituale, ka thënë, po. në momentin që e ka tradhtu, i ka thënë edhe ky. Çfarë ka thënë? E shikoj e di se e kam provuar dhe vet. Jo, pra jo, kjo thot kam frikë se mos e ka provuar edhe ky. Kam frikë thot. Edhe unë besoj që edhe mund të jetë e vërtet. Unë madje them edhe në rast se ai nuk e kishte provu më përpara. Po. Pas kësaj historie ai 100% e ka. Do i ka tradhtu. Absolut. Jo, unë mendoj që edhe ai mund pa ju fut në hak, zotin fal, zot më fal. Kam fal. Ndoshta E bukur. e bukur, E bukur o si ruse. Jo, shkënga ja. Papi. Por unë mendoj që kush më ndërpret tani kur flas. Me ndjesë o zoti ma. Uli rroga. Por unë mendoj pa ju fut në hak që edhe ai të ka trastuar dhe ka thënë që unë me këtë jam mësuar tani, e kam gru rutin, jam gjes drejt darkë, jam me këtë e kam nuse, i fusi dush. Fusi çplane. Tha se ç'a tha. Çuna, e edhe për sot me këtë histori. Ti pas ke qenë flesh? Ti ta bësh këtë. Bravo. Unë mendoj, shiko, edhe i mesazhi i fundit. Okej. Mos tradhtoni, dashuroni. Bravo. Sa the? Mos tradhtoni, dashuroni thash. Okej, po ti Andro? Po ti Na dhuj Renato. Po se edhe kështu. Renato? Po. Ta pra, ç'a mendimi ke po to? Ç'a mendimi ke? Po ka bash mendimin or. Jo, ç'a mendimi ke? Bash mendimin Mirë, në mbyllje, duar të gjithë së bashku. Edhe lutemi tani për gjithë burrat që Duar tradhtohen. pra që bravo për Jo, sot. do bëjmë një lutje për të gjithë burrat që tradhtohen. Kto kapje dorë në për. Arë se nuk e rrospie domethënë? Po jo, s'em rrospie. Faleminderit miq, shifemi në episodin e radhës Sillandro dorën ti se këto të pabesët nuk e japin dorën. Unë do lutem për gjithë burrat që tradhtohen. Sot dhe inshallah sa më pak tradhtinë në Shqipëri, se në botë nuk më intereson. Çdo mami, çdo god single, kontakte numri me poshtë. Jo çdo mami single, jo çdo mami plako, se ka dhe mami 80 vjeç. Renato do vej numrin tim. Mirë se gjë. Okej, veç ti ndajmë bashkë apo jo? Na kujtoni dhe neve. Sa tjetë? Jo, ti jo. Na fal, unë jam pensionuar. Çaj, për dhunuar? Ore ti. Ua, të fliqur, ç'pas keni qenë.